Rënja e euros përballë lekut po shndrohet në një debat të ri politik për gjendjen e ekonomisë shqiptare. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku ka ngritur shqetësimin se zhvlerësimi i valutës europiane nuk është treguesi i një ekonomie më të fuqishme, por po krijon vështirësi për disa prej sektorëve kryesor të vendit. Në një reagim publikuar në rrjetet sociale, Tabaku kundërshtoi interpretimin se një euro në nivele të rreth 93 lek është rezultati i rritjes ekonomike dhe forcimi i kapaciteteve prodhuese. Sipas saj, kursi kombimit nuk lidhet me arritjen e prodhimit, përmirësimin e produktivitetit apo zgjerimin e eksporteve, por po ndikon drejt për drejt tek bizneset dhe familjet shqiptare që operojnë me valutë. Vlera prej 93 lekësh që ka kapur euro ditët e fundit nuk vjen as nga një prodhim më i sofistikuar, një rritje e ekonomisë prodhuese, as nga rritja e produktivitetit, as nga rritja e eksporteve, e nuk ka asnjë shpjegim logjik ekonomik për këtë. Po le të bëjmë pak llogarit kush fiton e kush humb në këtë rast. Një biznes i cili faturon në euro, e turistët mund të paguajnë në euro, po ndërkohë që i ka të gjitha shpenzimet në lek, sigurisht që humb. Bujqësia humb, eksportet shqiptare humbin, fasoneria humb, prodhimi humb. Familja shqiptare humb, sepse është fakt sot që shumë familje shqiptare jetojnë me të ardhurat që vijnë nga familjarët e tyre që fatkeqësisht janë larguar nga vendi. Ekonomia shqiptare është duke humbur nga zhvlerësimi i euros. Prodhimi shqiptar është duke humbur nga zhvlerësimi i euros. Bujqësia shqiptare është duke humbur nga zhvlerësimi i euros. Ajo kërkon një ndërhyrje strategjike për mbështetjen e sektorëve prodhuese dhe mbrojtjen e shtresave të prekura nga luhatja e kursit të kombimit. Sipas saj, situata është pasojë e modelit ekonomik të ndjekur nga mazhoranca socialiste, e cila sipas opozitës nuk ka krijuar bazë të qëndrueshme për rritjen e prodhimit vendas.